Para se të vazhdojmë me rendin e ditës, e konsideroj të nevojshme që të ndalem në dy çështje që dolën nga seanca e kaluar. Së pari, si që keni parë të gjithë, në seancën e kaluar, kam ndërhyrë ndaj fjalës së deputetit Geci, sepse ajo deklarat ishte e rëndë, ishte përqarse dhe papranueshme. Dua të ritheksoj se krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës po mbahen padrejtësisht në Hagë dhe uroj që vendimi i gjykatës do ta korrigjoj padrejtësinë e madhe të prokurorisë së specializuar. Si kryetare e kuvendit e dënoj pas një mëdyshje këtë gjuhë dhe e bëj të qartë se nuk do të lejoj që foltorja e kuvendit të përdoret për sulme të tilla. Po, le të debatojmë me argumente, me ide, por rastësi me qëndrime që e cenojnë luftën tonë çlirimtare dhe ata që i dolën zot këtij vendi në kohën dhe në periudhat më të vështira për popullin tonë. Lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës ishte luftë e drejtë për liri. Ishte e pastër dhe e shenjtë. Çdo tentim për ta zbehur apo për ta njollosur, atë është i papranueshëm nga kushdo që bëhet dhe kudo që bëhet. Së dyti, dje u bë publike dhe gjua seksiste kundrejt nën kryetarës së kuvendit, zonjës Vlora Qitaku, të nderuar deputet të këtij kuvendi. Kuvendi i Kosovës nuk është dhe nuk do të bëhet kurrë arenë e sulmeve gjinore. Gjua seksiste dhe poshtruese ndaj graven politik, por edhe ndaj çdo vajze dhe gruaje në shoqërinë tonë është e papranueshme, është e turpshme. Asnjëherë nuk do të hesht përballë kësaj gjuhe dhe nuk do të lejoj që ajo të normalizohet në kuvendin e Republikës së Kosovës. Deputetët në këtë sallë janë përfaqësuese të zgjedhura të qytetarëve. Kushdo që i nënçmon ato, e nënçmon drejt për drejt edhe votën e qytetarëve të Republikës së Kosovës. Kush ka argumente, le t'i paraqes ato. Kush ka mospajtime, le t'i shpreh hapur mospajtimet. Por fyerja, paragjykimi dhe nënçmimi nuk janë debat dhe ato nuk do të tolerohen asnjëherë. Si kryetare e kuvendit kërkoj nga secili deputet ta ruaj nivelin që kërkon ky institucion dhe besimin që qytetarët e Republikës së Kosovës na kanë dhënë. U bëj thirrje të gjithëve që ta ruani dinjitetin e kësaj salle dhe të gjithë bashkë të dëshmojmë se jemi përfaqësues të denj të interesave të qytetarëve. Ju falemnderit.